Ndërsa kryetari i komunës së Tetovës u zgjodh në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, sot janë certifikuar këshilltarët komunal që mandatin e tyre e fituan më 19 tetor, respektivisht në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale. Albi Qamili, që në zgjedhjet lokale priu listës së këshilltarëve të koalicionit Vlen në këtë komunë, ka shprehur mirënjohje për qytetarët që i dhanë besimin listës së këshilltarëve të Vlenit për t'i përfaqësuar në Këshillin Komunal, duke theksuar angazhimin për të qenë në shërbim të interesit publik. Qamili ka deklaruar se Vlene ka shumicën në Këshill. Megjithatë, ka thënë se janë të hapur për bashkëpunim me të gjitha listat që do të shfaqin interes. Shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë qytetarët të cilët vlerësuan programin ton, ofertën ton dhe na dhanë besimin që të jemi zëri i tyre në Këshillin Komunal. Ne, këshilltarët e Vlenit, bashkë me kryetarin Kasami, do të jemi në shërbim të qytetarëve, në shërbim të interesit publik. Pas certifikimit të këshilltarëve, foli edhe Asaf Abdurrahmani, që i priu listës së këshilltarëve të AKI-s në zgjedhjet lokale. Ai tha se do të veprojnë si opozitë konstruktive dhe nuk kanë pasur as nuk kanë për qëllim të jenë opozitë destruktive. Do t'i përmbajmë të gjitha projektet të cilat do të kenë sqarim adekuat, edhe do të jenë adekuate për qytetarët tonë, do të jenë konstruktive për qytetin tonë. Asnjëherë nuk e kemi në plan dhe nuk e kemi pasur në plan që të jemi një konfiguracion destruktiv. Vlen në Këshillin Komunal në Tetovë do të përfaqësohet me 13 këshilltar. AKI për bërjen e re të këshillit ka siguruar 12 këshilltar. 3 këshilltar do të ketë VMRO-ja, ndërsa nga një këshilltar do të kenë LSDM-ja dhe Levica dhe Iniciativa Qytetare Më Mirë për Tetovën.